Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për muajin korik edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni të gjitha videot e këtij kanali, videot e javës, videot e muaj qershor, sepse akoma jemi në muajin qershor, por edhe me tema për dashuri, por dhe me tema të ndryshme. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e binjakëve. Ne shohim energjinë që do na vi për shenjën tuaj. Atëherë, shohim javën e parë. Erdhi një energji fantastike. Ju shoh në javën e parë, në fillim të javës, mund të keni një lidhje të fortë me internetin. Disa prej jush do jeni gjatë gjithë kohës, mund të jeni dhe gjatë korikut me pushime, dhe shoh që ju do jeni duke komunikuar në internet ose në rrjetet sociale. Një pjesë prej jush në lidhje me një person që do ndjeni të dashuruar me këtë person. Ose ju mund të jeni në një njohje, ose ju do krijoni një lidhje nëpërmjet internetit ose një njohje. Dhe do jeni gjatë gjithë javës së parë, fillimit të javës së parë, duke shkëmbyer mesazhe me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me lidhjet ose me njohjet që ju keni. Ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me një njohje, me një dashuri. Por ndërkohë duhet keni kujdes pak me shëndetin gjatë javës së parë. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që ju do përmirësoni komunikimin në marrëdhëniet tuaja. Ndoshta keni bërë një durim shumë të madh në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që keni. Por do mundoheni të i trajtoni gjërat më pozitivisht gjatë muajit korik. Ndoshta është muaj pushimesh, kemi diellin në shenjën e gafores, që është i lidhur me marrëdhëniet familjare. Por shoh që është një javë fantastike gjithsesi. Këtu keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjia e të dashuruarve, dhe kemi energjinë e shenjës së Virgjëreshës. Por edhe të Shigjetarit. Gjithsesi shohim në javën e dytë. Në javën mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja që përmendim. Kemi përsëri energji zjari, energji ajri dhe energji të shenjave të ujit. Ose mund të keni të bëni me këta persona që kanë këto shenja, ose mund të keni dhe ascendenten. Gjithsesi në fillim të javës së dytë, ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Por në fillim të javës ndiheni vendosni qëllime vetes dhe në mesin e javës përsëri sikur ndjeni konfuz, jeni në dilema. Nuk jepni dot zgjidhje qëllimeve që ju i vendosni vetes. Dhe këtu bëhet fjalë në lidhje me një dashuri. Sepse ju shoh që keni emocione në lidhje me një person, po sigur nuk jepni dot zgjidhje një situate që mund të keni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për pjesën tjetër, ju mund të keni dhe shumë diskutime në marrëdhënie, i vendosni qëllime vetes për të hyrë në diskutime, por edhe pse do keni disa diskutime, aty ju përsëri nuk do të jepni dot zgjidhje. Por me këto diskutime ju shoh që ju do të çliroheni për veten tuaj. Do ndjeni më të qetë, do ndjeni më mirë. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, edhe aty do t'i vendosni qëllime vetes, me projektet, me bashkëpunimet, sepse kemi dhe partneritete në javën e parë, haruam ta thoshnim. Në javën e parë do keni partneritete, do keni një komunikim shumë të shpesht me emaile. Ju shoh që keni bërë durim në lidhje me një projekt, me bashkëpunime, me partneritete të ndryshme. Disa prej jush mund të aplikojnë nëpërmjet internetit për një vend pune. Ndërsa për një pjesë tjetër do keni lajme të mira në javën e parë. Do keni udhëtime të shkurtra ose të gjata. Ju mund të shkoni dhe me pushime gjatë kësaj periudhe. Por shoh që do veproni shumë shpejt në lidhje me lajmet që do merrni. Lajme mund të keni në lidhje me dashurinë nga një person që njiheni në internet ose që jeni njohur.
dhe që keni bërë dhe shumë durim në lidhje me një takim me këtë person, por edhe në lidhje me partneritete dhe bashkëpunime të ndryshme. Gjithsesi, në javën e dytë ju shoh që i vendosni qëllime vetes, si në lidhje me dashurinë, me punën, por dhe nga ana ekonomike, por futeni përsëri në dilema, hyni në diskutime në lidhje me këtë person, dhe ju shoh që ju sikur do çliroheni për veten tuaj nëpërmjet diskutimeve që do keni. Do keni kontrata të rëndësishme, edhe pse do keni kontrata të rëndësishme, i vendosni qëllime vetes në lidhje me kontratat, ju përsëri do ndjeni pak konfuz. Sigur nuk do të jepni zgjidhje kësaj situate, por ju shoh që do ndjeni shumë mirë me zgjedhjen që do bëni. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me, do keni shumë pasion në javën e dytë, por ka lidhje dhe me anën ekonomike, por dhe me situata të ndryshme. Mund të jenë situata familjare, mund të jenë situata në lidhje me shtëpinë tuaj, me miqtë tuaj, ose edhe me punën tuaj. Dhe ju shoh në udhëtime, ju shoh në udhëtime. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, për pjesën e personave që mund të keni qenë në një njohje, ju shoh që një person rikthehet tek ju. Ju do jeni në pritje, mund të jetë edhe një person që është në distancë, por jo domosdoshmërisht, mund të jetë një distancë e gjatë ose e shkurtër, dhe shoh një fillim të ri, por shoh dhe diskutime me këtë person. Për pjesën tjetër, mund të keni një njohje në rrjetet sociale që në javën e parë komunikoni me këtë person, dhe në javën e tretë shoh që ky person do vi drejt jush. Jeni në pritje dhe ju ndjeni që ky person në shpirti juaj binjak. Dhe ju shoh në një fillim të ri. Do merrni lajme të mira nga ky person, ndoshta në lidhje me një udhtim që do vi drejt jush. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, ju shoh në lidhje me marrëdhëniet në çift, ju shoh që do jeni shumë mbështetës ndaj fëmijëve, ndaj familjes tuaj. Do tregojeni pak nostalgjik në javën e tretë në lidhje me të kaluarën tuaj, me fëmijërinë. Ose ju do futeni brenda vetes tuaj, brenda fëmijës tuaj të brendshëm. Ju shoh në një udhtim shpirtëror më tepër. Dhe ju shoh edhe me vendime, por dhe me fillime të reja. Një pjesë tjetër mund të keni lidhje me dokumentat, mund të jeni në pritje të një dokumenti, por që ka lidhje me të kaluarën. Diçka nga e kaluara mund të rishfaqet, dhe ju jeni në pritje të një përgjigje në lidhje me disa dokumenta ose me një vendim që ju mund të prisni. Ne vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Këtu thamë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, të zjarit dhe të ajrit përsëri. Dhe në javën e katërt ju shoh përsëri në pritje. Kemi energjitë shenjave të zjarit, të ujit dhe shenja e akrepit. Ju shoh në pritje, ju mund të prisni në lidhje me studimet, në lidhje me një përgjigje me provime të ndryshme që mund të keni. Mund të prisni një përgjigje nga një person që mund ta keni në distancë, një përgjigje pune, një përgjigje për një largim jashtë shtetit, një përgjigje ndoshta në lidhje me pushimet që ju dëshironi të bëni. Ju mund të futeni në internet në javën e parë, mund të jeni duke kërkuar aty, dhe ju shoh edhe në javën e tretë, por dhe në të katërt do jeni në pritje të një përgjigjeje. Ndërkohë, ju shoh shumë festiv. Një pjesë prej jush mund të jeni duke njohur një person që do jeni në një grup njerëzish, duke festuar dhe aty do njihni, do t'ju tërheqë një person. Dhe ju shoh që do lini mbrapa situata të vështira që keni kaluar, do bëni ndryshime të mëdha, do keni një transformim shpirtëror në lidhje me veten tuaj, por dhe ndryshime ndoshta edhe në statusin tuaj, mund të ndryshoni lukun tuaj, ose mund të ndryshoni punën, vendin, ndoshta duke shkuar diku me pushime. Gjithsesi, ju shoh që nuk e di, disa mund të dëshirojnë të largohen dhe jashtë shtetit gjatë fillimit të javës 4, dhe do jeni duke e festuar këtë gjë, dhe do t'ju duke sikur po lini mbrapa ato vështirësitë që keni kaluar, dhe aty ku do shkoni sikur ju presin surpriza pafund. Gjithsesi, kjo do ndodhi dhe në lidhje për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj ose me studimet që thamë, prisni një përgjigje aty,
Dhe ju shoh që sigur do ta festoni këtë gjë. Dhe do keni një ndryshim të madh, por do lini mbrapa vështirësitë dhe do t'ju presin surpriza, ndoshta në lidhje me një deg studimi, në lidhje me provimet tuaja, në lidhje me një person që ju e prisni, në lidhje me një përgjigje pune, dhe shoh që do keni ndryshime të mëdha gjatë javës së 4. Gjithsesi, është një muaj fantastik me shumë komunikim, disa prej jush mund të punojnë edhe nëpërmjet internetit. Shumë komunikim, takime, një person që vjen drejt jush, lajme të mira, udhëtime. Ju shoh që keni bërë shumë durim me situata të vështira ose të ndryshme që mund të keni kaluar, por e rëndësishme është që ju do filloni ti trajtoni gjërat më pozitivisht dhe do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me gjithçka. Në lidhje me një shpirt binjak që do hyjë në jetën tuaj ose personi që keni në jetën tuaj, në lidhje me një rikthim për pjesën tjetër, ju shoh në pritje të udhëtimeve, të largimeve, ose të pushimeve që ju dëshironi të bëni. Dhe gjithsesi karta e fundit tregon mbyllje të situatave të vështira dhe surpriza që ju presin gjatë këtij muaji. Dhe unë do marr dhe një mesazh nga angjëjt dhe do shohim se çfarë ju thotë, çfarë mesazhi ju japin për këtë muaj. Janë të gjitha të kthyer mbrapsht këto. Dhe kemi numrin 6 këtu, angjëlli numër 6, Rafael. Dhe çfarë ju thot? Ju keni një lidhje të ngushtë, thot. Peshoni me kujdes ose mendojeni me kujdes para se të merrni një vendim dhe ju uron një shëndet më të mirë. Dhe kjo ka të bëj si në lidhje me dashurinë, nëse sepse shoh shumë fort, do keni një dashuri shumë të bukur gjatë fillimit të muajit ose takime, një person që do ndiheni shumë të dashuruar, por dhe një shpirt binjak ose një rikthim të një personi. Prandaj ju thot, ju keni një lidhje të ngushtë, thot. Thjesht duhet ta mendoni me kujdes çfarë dëshironi para se të merrni një vendim. Dhe ju uron një shëndet më të mirë. Në rastin tjetër, lidhje e ngushtë do të thot edhe me personat familjes tuaj, sepse kemi diellin në shenjën e gafores, do keni një lidhje të fortë me familjen tuaj, me fëmijët tuaj, por edhe kjo ka lidhje edhe në lidhje me punën ose nga ana ekonomike. Në partneritete të ndryshme që ju do jeni, do krijoni një lidhje më të ngushtë me personat që bashkëpunoni ose që jeni në partneritete, duke përdorur një komunikim ose edhe në grupe njerëzish, duke përdorur një komunikim më të mirë. Dhe ju uron një shëndet më të mirë në çfarë do lloj situate që t'jeni, por kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën, me karrierën, me bashkëpunime, me studime, me dokumenta të ndryshme, sepse shoh shumë fort edhe këtë, por dhe me gjithçka tjetër që ju keni në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, është një muaj vërtet fantastik për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, të javës, por dhe me tema të ndryshme, tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Ju uroj një mbazdite sa më të këndshme, atëherë dëgjohemi në videot e radhës.